Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju, por t'ju shpjegoj një herë, kam afruar mikrofonin mu te goja se kam marrë ca ankesa që nuk po dëgjohem dhe është për çudi nga që kur i shikoj videot, normal që i kontrolloj dhe shikoj që dëgjohet mirë. Nuk e di tani është tek mua apo tek ata që janë ankuar. Të dashur Luan, në përgjithësi kur e shikoj leximin e juaj, thotë ka raste kur largohesh nga një vend, nga një situatë, nga një njeri, jo sepse nuk do, por sepse nuk ka më vend për ty aty. Një ndjesi sikur bosh, si dikush që ka dhënë shumë dhe tani mbart vetëm mungesën. Jo mungesën e ndjenjave, por mungesën e përkrahjes. Të vjen për të ikur sepse nuk të ushqen më asgjë rreth teje. Por ajo që ti nuk e di, në fillim është se në largimin e juaj, në këtë ndjesi që keni, është guximi juaj. Në heshtjen tënde është forca. Dhe në të ecurit vetëm kishte një fitore që po përpiqej apo që po piqej ngadalë. Sepse pas gjithë asaj që ke kaluar, të dashur Luan, vjen momenti kur jeta kthen syt nga ti dhe thot, e ke merituar këtë. Një mundësi, një njohje, një sukses që ndjen në palë se nuk ka ardhur rastësisht, absolutisht. Këtu është kur përpjekja shpërblehet. Dhe atëherë diçka ndryshon brenda jush. Nuk jeni më ata që keni pritur apo keni duruar. Tani jeni ata që po veproni, që mendon qartë dhe ecën drejt me bindje. Nuk do lejoni më që ndjenjat e papërgjigjurat të mbajnë pezull. E dini çfarë kërkoni dhe nuk keni kohë për të humbur në pritje që dikush tjetër ta kuptojë vlerën e juaj. Absolutisht. Por veprimi yt nuk është vetëm mendim. Tani ke edhe forcën për të jetuar atë që ke vendosur. Ke energji për të ndërtuar, je gati për të ecur, ta them me guxim dhe qëllim. Edhe nëse rruga përpara nuk është e lehtë, nuk ka asnjë rrugë të lehtë të dashur Luan, absolutisht asnjë. Sepse tani ti nuk kërkon më që të tjerë të japin dritën e jeshile, të thonë që ti vlen, që ti mundesh, që ti ja del, por ti e ke ndezur vetë atë dritë brenda vetes. Do thot nuk je më aty ku ishe. Leximi atë që pasqyron. Ke dal nga një hapësirë boshllëku emocional ku ndihesh i padukshëm dhe vetëm dhe tani po lëviz drejt suksesit që ke fituar me përpjekje të mëdha apo me mund të madh të dashur Luan. Ke qartësi mendore, ke guxim fizik dhe mbi gjitha ke marrë veten absolutisht apo e ke rikthyer gjithë në favorin e juaj. Nuk po prisni më shpëtim nga jashtë, por jeni duke vepruar nga vetë ju. Absolutisht të dashur Luan, kjo tregon forcën e juaj. Jo më kot ju quajnë Luan.